Rrugët e Shkupit nesër pritet të pushton nga sindikalistët dhe punëtorët, të cilët do të kërkojnë rritje të pagës minimale në 600 euro. Protesta do të fillojnë nga ora 17, e cila do të nisë nga objekti i lidhjes së sindikatave të maqenisë dhe do të përfundojë tek qeveria. Protestës pritet i bashkon edhe sindikatat nga arsimi, kultura, mediat, industria, tregtia, policia dhe sektor të tjerë. Kryetari i LSM-së Slobodan Trendafilov tha se protesta është një përgjigje drejt për drejt ndaj pagave të ulta dhe gjendjes së rëndë ekonomike të punëtorëve. 28 januari 28 janari është dita kur flasin punëtorët. Kjo protest nuk është çështje rehatie apo kohe, por çështje ekzistence. Paga nuk mjafton nga muaj në muaj dhe nëse nuk luftojnë vetë për të, askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë. Nga LSM kërkojnë përsaktimin e një pagë minimale prej 600 euro për çdo punëtor, si dhe rritje lineare shtesë prej 100 euro për të gjitha pagat e tjera. Ndërkaq, në lidhje me këtë, kryeministri Kristian Miskovski thotë se paga minimale sipas ligjit do të rritet në mars, pra me pagën që punëtorët do të marrin në prill. Megjithatë, ai tha se secili ka të drejtë të protestojë. Seku ima pravo da si protestira. Ne thamë se do të mbështesim çdo zgjidhje që do të arrihet në atë dialog dy palësh midis sindikatave dhe punëdhënësve. Mbështetje për protestën ka paralajmëruar edhe sindikate pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatik. Vendimi është marrë në mbledhjen e bordit ekzekutiv të SPGM-s, ku u bë thirrje antarësisë për mbështetje të plotë të kërkesave për rritjen e pagës minimale, por edhe të gjitha pagave të tjera. Ata thonë se arsyet për këtë vendim janë të qarta, veçanërisht në industrinë e mediave, e cila vitet e fundit ka pasur rënje të vazhdueshme të ardhurat të punonjësve të angazhuar në media, si dhe të kushteve të punës.